Dhe pas këtyre deklarimeve të forta të presidentit Topi, kryetarja e parlamentit Josefina Topalli e ftoi kreun e shtetit të nisë konsultimet për kandidat të rinj, por opozita shprehet se partitë nuk mund të imponohen presidentit për emrat dhe se konsultimet mund të jenë vetëm për kriteret për zgjedhjes, ndërkohë që e konsideroi rrëzimin e mbrëmshëm të dekreteve goditje ndaj pavarësisë së institucionit të presidentit dhe shantazh ndaj tij. Korrespondenti ynë Armand Mero na sjell reagimet. Rrëzimi i mbrëmshëm i dekreteve të presidentit nuk e mbylli konfliktin e hapur mes tij dhe shumicës dhe as debatin e ashpër politik për këtë çështje. Pas qëndrimit të sotëm të kreut të shtetit, kryetaria e parlamentit Josefina Topalli bëri thirrje atij që të nisë konsultimet për kandidatët e rinj. Parlamenti vjet nuk ka përgjigje për gjyqtarët e dekretuar nga presidenti i Republikës. Shkaqet e këtij votimi janë komplekse dhe nuk jam këtu për të analizuar. Por jam këtu para jush për të thënë presidentin e Republikës që në frymën e kushtetues dhe të vendimit të gjykatës kushtetuese, të cilat parashikojnë realitetin kushtetues të bashkëpunimit institucional në procedurën e emërimit të gjyqtarëve, të nisë konsultime dhe faktorët kryesor parlamentar në përputhje me një traditë tashmë të konsoliduar fëmijëbashkë. Thirrja e zonjës Topalli mund të tingëllojë dhe si një paralajmërim se betejë do të vazhdojë të mbetet e hapur nëse veprohet si në rastin e kandidaturave të rrëzuara. Por opozita nga ana e saj tha sot se partitë politike nuk mund të imponohen për emrat e gjyqtarëve. Konsultimi mes presidentit të Republikës dhe kuvendit mund të bëhet për kriteret e përzgjedhjet, por nuk mund të jetë përcaktues për sa i përket përzgjedhjes së emrave. Zonja Leska e konsideroi votimin e mbrëmshëm formë trysnie të dyfisht. Presion ndaj presidentit të Republikës në formën e një shantazhi biles dhe një presion ndaj gjykatës së lartë dhe përgjithësi ndaj gjyqtarëve sipas filozofisë që karriera, jeta juaj është në dorën e majorancës e cila kur të doj mund t'ju emëroj dhe mund t'ju shemëroj dhe kjo është e rrezikshme për pavarësinë e institucioneve të pavarura. Edhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta foli për goditjen ndaj institucionit të presidentit. Rrëzimi i djeshëm në kuvend i dekreteve për anëtarët e gjykatës së lartë shënoi goditjen e radhës të kësaj magjorance ndaj pavarësisë së institucionit të presidentit, si dhe goditjen e integritetit kushtetues të tij. Por zoti Meta fajson për situatën e krijuar edhe socialistët, të cilët sipas tij me miopi besuan se mund të bënin reforma të mëdha me kryeministin Berisha e përpasoi miratuan ndryshimet kushtetuese, të cilat ai mendon se janë në bazë të qëndrimeve të shumicës. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.